S'kam dash në kom shafi grupit parlamentar, jo. Ka obligim të gjurë që ka të përnush? Ka obligim të gjurë që ka bërë. A i ka thënë që s'mund të bëjë më shumë se atë çfarë ka bërë, pra njoftimin që ka përcjellë te Kuvendi i Kosovës dhe që një gjë të tillë ka konsideruar aktin e dorëheqjes së çfarë. Çka saktësisht prisni me dërgu një dokument ri? Jo, problemi është të konceptit. Këtu janë dy shkollat mendimit. Shkolla e mendimit sovjetik dhe shkolla e mendimit anglosakson. Do mendoj se zoti Kurti ligjin që ka bërë me mendimin dhe idenë sovjetike, ndërkohë që normalisht do duhet që vendi të kishte institucione. Ajo që ka mbojë kemi thonë në Saon që është gabim, ligji për qeverinë është gabim, mënyra që konceptoi sistemin është gabim dhe krijimi i pozitave vakonte është gabim. Ajo që mund të ndodhë sot, që unë mendoj se duhet të ndodhë, është që kalojmë në një fazë të mendimit serioz institucional dhe mendimit serioz institucional në kupton që momentin e dhënies së një betimi tjetër humbet në automatizëm funksioni paraprak, që do duhet të ishte betimi sot në Sahoncën në Kuvendi. Por pa aftësia e qeverisë dhe mënyra se si kanë bërë ligjin për qeverinë kanë shkaktuar këtë problem pa logjikshëm të pashlyeshëm. Dhe po ligji është aty. Problemi është se ligji është aty. Dhe kush duhet më ushtru pozitën e kryeministrit në rast se zotri Kurti ka shpytje për zotin Kurti dhe për lëvizjen do të mos. Një ligji nuk e saktëson. Ato ligje që ne kemi nuk e saktëson. Gabim ligji për herë është bërë në vitin 2022. Dhe unë Kuvendi i Republikës dhe përfaqësues të LDP-s në Kuvendin e Republikës e kemi këto probleme kemi deklaruar, ju kemi thonë që keni marrë këtë ditë, fatkeqësisht erdhëm këtë ditë dhe fatkeqësisht do kemi rrezikuar që prej datës 27 të mos kishim as qeveri as institucione, sepse me dhënien e dorëheqjes së kryeministrit bie qeveria sipas sistemit tonë kushtetues. Është një sistem i tonë i cili si duket nuk ka pas aftësitë mendimit të sistemit. Për te i natëve personale, sot s'ka e natë, sot duhet mendojmë për institucionit, duhet mendojmë për shtetin e Kosovës, duhet mendojmë për vazhdimsinë institucionale. Vazhdimësia institucionale është kritike. Fatkeqësisht, ligjin e kanë bërë, ligji i cili krijon vakum. E me këto ligje si me vazhdu përpara, si me zhvillu situata që është aktualisht, a me u hedhë edhe njëherë në votim raportin? Tash është politike, mendoj se do të hedhet në votim dhe besoj që janë mobilizuar dhe kalojnë raportin dhe sot bëhet vetimi. Pastaj do zgjedhet kryetari, do zgjedhen trupa të tjera, do të përfundohet konsultimi i Kuvendit, apo do të fillojë me një procesi i formimit të qeverisë, janë çështje të shumicës numrave. Ajo që është shpërfaq, që është e mirë, paktën si edukim edhe politik dhe institucional, është që është pa saktësisht që ka problem kolizion mes kushtetutës dhe ligjit, që ka problem logjik dhe institucional dhe që duhet kemi aftësi institucionale, llogaridhënie qytetari, përgjegjësi politike dhe të zgjidhim këtë problem. Pra mendoj që duhet bashkërisht të zgjidhim këtë problem. Zoti Goshi, a keni atë mbetje që si më shef i s'kam dash në kom shafi grupit parlamentar, jo. Se? Mendoj që kam kryer misionin tim dhe duhet shohim për perspektiva tjera. Mendoj se kam punë më të rëndësishme në botë.